Një nga personazhet që më bëri përshtypje ishte një qytetar i quajtur Çlirin Hebovia. Ai arriti në njëjtin orar dhe gjendej aty në njëjtin orar me funksionerët që do të merrnin materiale, do të nisin procesin e hapjes së procesit votimit, dhe ai e kishte si një ritual që në çdo proces zgjedhor, qoftë ai lokal apo parlamentar, priste mes qytetarëve të parë qytetit Shkodrës për të votuar mes parëve, sepse kishte një histori tjetër personale. Që ishte çfarë? Zoti Hebovia. Ai ishte plagosur, po, unë edhe intervistova live në mëngjes për Vida Dumën. Ai kishte qenë një nga protestuesit e 2 prillit 1991 dhe kishte ngelur i plagosur me armë zjarri gjatë protestës së Shkodrës së 2 prillit, ku pati të vrarë në atë kohë, kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve, dhe ai ka kthyer që nga ajo kohë të gjithë të mbijetesën e kësaj protestës, kishte kaluar, kishte qenë në gjendje të rëndë për jetën, pra kishte ngelur i plagosur me armë zjarri i rënd dhe madje problemet shëndetësore kanë shoqëruar prej 2 prillit në jetën gjatë gjithë jetës së tij, edhe të gjithë këtë histori të jetës vet ai kishte kthyer në një kështu domosdoshmëri për të qenë i pari për të votuar. Dhe ishte kështu dhe sot apo jo? Ja doli dhe sot. Si? Patjetër që ja doli dhe ishte mes parëve që votoi dhe më priste aty. Ajo që më ra në sy është qetësia e shkodranëve,